Ndryshe nga që njofim natyrën e Zotit Basha, ju keni shumë disa kohë që keni filluar fushatën duke bërë gallatë me Edi Ramën. Ja le të ndjekemi sinkron dhe të flasim diçka për këtë. Po shqyqyrë më prezentove unik katime. O lull, po Jusenin, e keni ju Jusenin? Teksti Ronz, po ka i pasazh të bukur. Një gjoj që. E djetë kongën e unikativit? Ku të kanë me të shokët? Ku i ke më ramë shokët? Ha? Ta bëjnë 77 më ramë? Ha? 313, aty ku ke shokët? Po si thanë, diq lulli, edhe mu se besova. Se di që ti je i pavdekshëm. Ku i ke shokët, Rame? Qak mishe ka vesh Lalieri? Olir Beqa? Do të mbeni ka shpëtu për momentin, në? Forca Demokratët Euroatlantik. Erdi dita. Rama ik. O Rame, si pas ke thonë sot, e kom zemër lullin. E thash mër lull, thash ndjes, kërkoj falje se e di që ti nuk do ta marri vesh Mileti këtë dashurin tonë, po që të bëj, më foli zemra, po plaste. Sa zemër më ke ti më Rame mori vesh gjithë bota, kur korruptove me Gonigal, me mbo gropën, por e vetë mrena. Po unë gjithmonë kam ra mrenë më burë. Sa her jam marrë me ty, grop në grop, dërmim më fare, po nuk vej men. Së dahet zemra nga bufi ty, o Rame, se vetëm a i të manë pushtet, a i t'i dha votat për t'liru të korruptumit. Jo, atë buf se kam dash kur. Kur se kam dash dhe ti e di shumë, një nuk kuptoj qa po flet, se ti edhe sot ke frik t'ja përmenesh emrin, më luk. Vje vërdal, si reja e nën shpinës në për patalona, o Rame! A manë mërë burë, nëzira t'ja ta ganë. Vjen keq, por këto janë montazhet e Edi Ramës. Mesazhet e mia politike ishin fshirë. Po s'ka problem se njerëzit i kanë parë. Falë Zotit ka media sociale, sepse një minutë. Minutë tani se vetë të gjellën e Edi Ramës. Ta si të mbaroj të jap unë i përgjigje. Qëllimi është për treguar që këto mesazhe nuk janë gallat. Për shembull, ai thotë, një sekond, ai thotë. A e the tani? Sirena policie? A e the o zotri? E ka marrë përgjigje. Pse s'është përgjigje? Po pritmë, ti do ta bësh ti montazhin këtu. S'ka problem, jo, vazhdo. Të sres herën tjetër hajde bëre ti. Jo më bën montazh redaktori. Kishte dalë edhe redaktori. Redaktori më të madhe. E bën Nedo. Që do të takosh. Po mirë, Nedo mund të pak më i paanshëm dhe t'japi paktën edhe mesazhet e mia politike, po s'ka. Tani një minutë, një minutë. Ec, s'është. T'jap unë një përgjigje pra. A do më lejosh për një përgjigje? Po. Tani dikush është i lidh me Ramën këtu dhe i bën të gjitha në favor të Ramës. Je ti i pari, Saliu, të gjithë opozita shqiptare, është e lidh me Ramën, veçanërisht ti. Kjo se do opinionin tim. Veçanërisht ti je shumë i lidhur. Dhe më shpjegon pse i bën ti këto, pse del aty. A mund të më shpjegosh? Pse dalun aty? Po, me Ramën. Po i kërkon ndihmë Ramës që të bëhesh i njohur, të mbetesh, vazhdosh të mbetesh. Se s'ke ku mbetesh. Dole në një dhomë aty me disa njerëz të dielën kaq. Dole në një dhomë, Rama dole një pikë të madh, Berisha dole një pikë të madh. Ti pse i bën këto? A mund të shpjegosh shqiptarëve pse i bën këto? Urdhro. Ta them. Unë e bëj këtë që me datën 11 maj shqiptarët mos të mbeten në zgjedhjen pas zgjedhje o Rama o Berisha, që janë dy anë të të njëjtës monedhe. Unë i bëj këto për t'i thënë shqiptarëve se detyrimin ndaj tyre kam që ka një rrugë tjetër. Një rrugë ku votën po ta hedhësh për Ramën, nxjerr shokët e tij nga burgu, po ta hedhësh për Berishën, nxjerr shokët e tij nga burgu. Hidhe për koalicionin Euroatlantik, numrin 4 dhe shokët që i kanë mbetur jashtë burgut dhe shoqet që i kanë mbetur jashtë burgut dhe vetë Edi Rama do marrin rrugën e 7-313-ës. Si? Sepse ne jemi vetëm informacion politik që e mbështesim spakun me vepra, jo me fjalë, me projekt ligje, me vetimun për politikanët. Rama ka 12 vjetë që ju vjedh, ju mashtron, ju gënjen. Korrupsioni ka arritur majën që nga shpadja Shqipërisë shteti pavarur. Qa mendoni ju që do ndodhi edhe 4 vjetë tjera? Do ketë më shumë korrupsion, më shumë varfëri, më shumë largim të shqiptarëve nga vendi? Çfarë do të ndodhi tjetër? Çka ka ndodhur?
kur ka ardhur në 2013, premtoi ndryshim ç'a bëri? Solli trafikant, përdhunus, kriminal që i hoqë me ligjin e ti këtu e shkatrove Ramën me këto që i bën ti. 2017. Ti e godete. Solli Ilir Beqin që vodhi. Po pse si thua këto? Paratë shëndetësisë. 2021 solli inceneratorët. Ku i ka këta shok? Një pjesë. Dhe kjo është mënyra që ke gjetur për shkak të strukturës posaçme antikorrupsion. Mbajeni mend. Edi Rama dhe Trekëndshi Bermudës i bashkon lufta kundër spakut. Janë hallexhit spakut. Kanë frikë nga spaku, kanë frikë nga korrupsioni tyre. Votoni koalicionin Euroatlantik, numri 4, është e vetmja votë pro spakut, kundër korrupsionit dhe për familjen tuaj. Vota për Edi Ramën është votë për shokët e tij, te 313 për t'i nxjerrë nga burgu. Vota për Sali Berishën është votë për Ilin Metën për t'a nxjerrë nga burgu. Atje te lista janë 7 partitë të tjera që janë në mbështetje të spakut, haptas. Po ju nuk bët asnjë përpjekje minimale për të bashkuar me këto të 7 dhe për të krijuar një grup, një pol, një faktor politik. Asnjë përpjekje. Madje dhe partinë tjetër që është krijuar. Po ku e ditë? Sepse zoti Shehi që ishte këtu prezent para ca ditësh e tha që nuk u bashkua me ne. Edhe ata janë në të njëjtin pikpamje, mbështesin spakun, nuk duan zotin Berisha në krye të Partisë Demokratike, dakor, kërkojnë një pol tjetër të djathtës kundër qeverisë dhe ju flisni sot ende sikur jeni kryetari i Partisë Demokratike i 2021-shit, ndërkohë që mezi keni mbledhur 140 emra në listën për deputet. Okej, këto janë konstatime, po unë po të kthej përgjigje. Në fakt, listën e kandidatëve për deputet kemi pas plot 365 emra dhe kemi seleksionuar 140. 1. Kështu që flet për ato të tjerë, ti s'flet për mua. 2. Kam bërë çdo përpjekje për një vit e gjys për të mbledhur të gjithë, jo vetëm zotin Shehi, po të gjithë, edhe zotin Lapaj, edhe zotin Shabani, madje disa prej tyre kanë rënë dakord, pastaj kanë përgënjeshtruar veten e tyre publikisht. Këto janë fakte publike që me një vëzhgim të holl i kupton dhe nuk ke nevojë të thuash të pavërteta. Fakti është që është bërë një investim shumë i madh që koalicioni Euroatlantik, parimet për cilat ne qëndrojmë, që se kemi vetëm fjalë, se këtu është diferenca dhe me tjerët, i kemi vepra mos të ekzistojë, se ne na e kanë frikën. Kundër nesh, kundër meje kanë mobilizuar para për të blerë kreun e FBI-s në New York ata, me Goni Godoshnburg sot për skandalin raport me... një sekond. Po jo, vazhdon, sepse siç e tham, këta, sado që bëjnë sikur shahen e zien me njëri tjetrin, i bashkon frika kundër spakut. Ndërsa i vetmi që ju aprish këtë lojë është koalicioni Euroatlantik. Si? Kush është bashkë? Trekëndshi Bermudës mos e Po mirë, ne po flasim për këta 7 tjerët. 7 tjerët, sigurisht, unë do të kisha preferuar që të kishim dalë me një listë vetme. Kam bërë gjithçka. Çfarë bëre për na thuaj? Kam bërë gjithçka. Ku ngeci, ku çaloj? Nuk të doni? Çaloj, kam përshtypjen tek egot personale. Unë kam vënë dispozicion, unë derisa u tërhoqa dhe nga drejtimi i koalicionit Euroatlantik nuk kisha ego për të bërë vendos. Jo, e the për arsye tjetër të rreqet, nuk e the. Po, për të arsye. E the për vulë partisë. Po, pa diskutim. Po kjo është një arsye mjaftueshme për të lënë drejtim kolegjial dhe kjo është diçka e diskutuar. Madje edhe rënë dakord parimisht, pastaj janë tërhequr. Po kjo është çështje e mbyllur. Sot kjo është çështje e mbyllur. Keq është, por mirë është që koalicioni Euroatlantik është me të 140 kandidatë për e vërtetë në gjithë vendin, me programin ton, me zotimet tona dhe kësaj Edi Rama nuk ka çfarë t'i bëjë. Dhe në fund të ditës, në atë shumëzimin 7-7, çfarë do bëj ky koalicioni Euroatlantik? Do heqë disa vota. Ky koalicioni Euroatlantik praktikisht shkojnë në krah të Edi Ramës. Ky koalicioni ka drejtë votat në krah të Edi Ramës. Ky ka drejtë të bëjë çfarë do. Patjetër, po them. Ne s'mund të themi ti tani mbyllë këtë që ke bërë. Jo, shumë e thjeshtë kjo. Dëgjoj pak kolegun tënd.